gratë. Po, unë i kisha porosit të gjitha gratë që janë në shtëpi, i kisha lutë që mos të rrinë, veç me punë të shtëpisë, po le të fillojnë një biznes, a me ushqime tradicionale, a me turshia, a me ëmbëlsira, ku të shohin veten që e kanë ma hobi qatë punë, le të merren, se unë këto kom pas hobi, qysh jam kanë e vogël, e kom pas hobi, gjithë kom pas qef, në turshia, në reçelna, nona jam bëjke pekmez, i kanë thonë, dardhës. Kanë një mënyrë jashtëzakonisht e ranë me bo pekmezin. Se kanë marrë dardhën, e kanë qirue, e kanë zije, pa zirje, se kanë kullu që shumë kanë codillat e djathit këtë nëherë, edhe kanë qitën to, me grunë e migjes teme, edhe me të hëllus e në rëdhshin. Pasi e kullojshin ata, ja qëtëshin shiqerin, e vlojshin. Ata u bëjke si mjalt. Unë e kom pas gjithë qef, gjithë e kom pas hobi këta, se unë e mirëna edhe me shoqat, organizoj panajire, organizoj trajnime, ku t'na përkrahin. Po, turshia tune, qysh thash, nuk ju qes as venebron, as konzervas, se shumë e përdorin edhe venebronin e konzervasin për rujtje, po ato e përdorin se për shkak që nuk kanë pasteurizator me mshel në mënyrë hermetikisht. E turshia qëndron edhe pa venebron edhe pa konzervas, që është se mshel në mënyrë hermetikisht dhe 95 gradë. Kur e mbyll 95 gradë, aja qëndron edhe pa venebron edhe pa konzervas. E kisha lutë të gjitha gratë që le ta provoj një herë, e le të shohin se qëndron turshia, edhe pa venebron, edhe pa konzervas.